Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Përfundon procesi zgjedhor në Vlorë, Berat, Tepelencë, Rrigë dhe Mat, qytetarët votuan për të zgjedhur drejtuesit e rinj vendor mes 13 kandidatëve. Zgjedhjet u zhvilluan pas një incident, por pjesëmarrja ishte ulët, ndërsa në Tepelen numërimi i votave do bëhet edhe me inteligjencën artificiale. Kosova zhvilloi këtë të diel raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, gara e fortë në balotazh ishte në Prishtinë, Prizren, Pej dhe në Gjilan. Njëmi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Në 5 bashkitë e vendit, në Vlorë, në Berat, në Tepelen, në Mat si dhe në Cerrik, është votuar këtë të diel për të zgjedhur drejtuesit e rinj vendor. Procesi është mbyllur në orën 18 dhe gjatë ditës nuk është shënuar pothuajse asnjë incident apo problem i rëndësishëm. Ajo që ra në sy ishte pjesëmarrja shumë e ulët në votime. Qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cerrikut e Matit votuan për kryetarët e rinj të bashkive. Në këtë zgjedhje morën pjesë 13 kandidatë cilët garuan për një mandat të pjesshëm, pasi do të qëndrojnë në detyrë deri në pranverën e vitit 2027, kur do të zhvillojnë zgjedhjet për pushtetin lokal. Partia Socialiste garoi me kandidatët e saj në 5 bashkitë e vendit. Partia Demokratike këtë herë zgjodhi të mbështesë kandidat pavarur. Lëvizja Shqipëria Bëhet kishte kandidatin e saj vetëm në bashkinë e Cerrikut, e në 2 bashki, Mat e Vlorë, garuan edhe 2 kandidatë të pavarur. Mes bashkive ku votua këtë të diel, më e madhja është bashkia e Vlorës, me rreth 160.000 qytetarë me të drejtë vote. PS garoi me Brunita Mersinin, Partia Demokratike mbështeti Dionis Sotën, ndërkohë që nga e djathta garoi si pavarur edhe Gjergj Nika. Kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani i qytetit të tyre dhe i ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës. Absolutisht Vlora sot do prodhoj politik. Në Tepelen qytetarët zgjodhen mes kandidatit socialist Gramos Sako e kandidatin mbështetur nga opozita Gabriel Duma. Sa po votova në fshatin tim të lindjes këtu në Nivic dhe u bëj thirrje gjithë banorëve të bashkisë Tepelen të dalin masivisht në votime, të shprehin vullnetin e tyre të lirë. I bëj thirrje të gjithë tepelensëve të dalin dhe të votojnë masivisht. Në Berat garuan nga Partia Socialiste Ervin Ceca dhe Pavlo Shkarpa me mbështetjen e opozitës. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Beratit të bashkojnë këtij procesi, të drejtojnë drejt kutive të votimit dhe të shprehin vullnetin e tyre. Jam shumë i lumtur, por i bëj një thirrje gjithë qytetarëve të Beratit dhe të kurorës time që të dalin në votime me dashuri, pa eksese, pa probleme. Në Cerrik garoi Florenc Doka në emër të Partisë Socialiste, Amarildo Hoxha që ka mbështetjen e Partisë Demokratike dhe në emër të Partisë Shqipëria Bëhet garoi Eligert Hima. Vota e sotme është një mjet për kërkesë llogaridhënie nesër, ndaj u ftoj të gjithë qytetarët dalin masivisht në zgjedhje. I bëj thirrje qytetarëve të Cerrikut të votojnë masivisht, sepse është drejt ligjore të votojnë, shprehin mendimin e tyre. Të dalin të gjithë që të votojnë, sepse vota është i vetmi mjet që mund të bëjë këtë bashki në punë. Në Mat garuan 3 kandidat nga Partia Socialiste Altin Bojni, kandidati mbështetur nga opozita Eduard Brahilika dhe nga Majta doli si kandidate pavarur Suzana Pasha. Dita është ditë e votuesve, ditë e vendimit, dita e fjalës së qytetarëve. Mesazhi im për matjanët, dilni nga shtëpia e votimit, votoni për ndryshimin. Zgjedhjet në 5 bashkitë e vendit mbahen për shkak të dorëheqjeve të kryetarëve që dolën nga vota e qytetarëve në majin e vitit 2023. Drejtuesit e bashkisë Mat, Tepelen e Berat dhanë dorëheqjen pasi u zgjodhën deputet Partisë Socialiste. Ermal Dredha dha dorëheqjen nga bashkia e Florës se do të shkojë ambasador në Zvicër, ndërsa kryebashkiaku i Cerrikut dha dorëheqjen në shtator pasi u emërua ministër i bujqësisë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zbardhur të dhëna zyrtare të pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhjet e pjesëshme të 9 nëntorit. Në të pesta bashkitë e vendit kanë votuar në total 18.72% e qytetarëve. Vlora është qarku me pjesëmarrjen më të ulët në votim, ku në total në këtë qark kanë votuar 12.54% ose e thënë ndryshe 16.205 qytetarë, ndërsa qarku me pjesëmarrjen më të lartë ka qenë Mati me 39.36% ose 7.752 qytetarë nga 19.697 qytetarë që ishin në total me të drejtë vote, ndërsa në Berat kanë votuar 19.98% ose 12.297 nga 61.521 qytetarë me të drejtë vote. Por Bashkinë e Tepelenës kanë shprehur interes 34.63% e qytetarëve ose e thënë ndryshe 2.488 nga 7.184 zgjedhës në total. Në Zërri kanë votuar 25% e qytetarëve ose e thënë ndryshe në shifra 7.954 qytetarë nga 31.817 që ishin në total. Celibashi raportoi se në të pesta bashkitë e vendit ku janë mbajtur zgjedhjet, procesi i votimit ka qenë i qetë dhe pa problematika të raportuara. Edhe në Kosovë këtë të diel janë mbajtur zgjedhje për drejtuesit e rinj të komunave, të cilat në raundin e parë dolën në balotazh. Gara u zhvillua e fortë në Prishtinë, Prizren, në Pejë dhe në Gjilan. Në një ditë me vendin tonë edhe Kosova mbajti raundin e 2 të zgjedhjeve lokale. Votimi u mbyll në orën 19:00, ndërsa pjesëmarrja ishte jo e lartë. Për shkak të garës së ngushtë mes kandidatëve në 18 prej komunave, mbi 1 milion qytetarë kishin të drejtën të shprehnin vullnetin e tyre në kutitë e votimit. Balotazhi është mbajtur në disa prej qyteteve më të mëdha të vendit, si Prishtina, Prizreni, Peja, Gjilani e të tjerë. Në kryeqytet gara ishte e fortë mes Lidhjes Demokratike të Kosovës me Përparim Ramën dhe lëvizjes vetvendosje me kandidatin Hajrullah Çeku. Pas Prishtinës, gara më sfiduese është zhvilluar në Prizren, ku përballen Shaqir Tota i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Artana Brashi nga lëvizja vetvendosje. Kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh më herët gjatë ditës se kjo është një ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Është teje të rëndësishme për mirëqenjen, dinjitetin dhe cilësinë e jetesës në përgjithësi se çfarë kryetar të komunave do të kenë. I ftoj qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për ta zgjedhur kryetarin e komunës së tyre. Ndërkohë, presidenti e vendit Vjosa Osmani ju bëri thirrje qytetarëve që të dilnin dhe të merrnin pjesë në votime. Shpresoj që secili prej qytetarëve me të drejtë vote do ta shfrytëzojë këtë drejtë dhe do të dalë sot në votime. Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është pikërisht për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në votime. Balotazhi pritet të përcaktojë jo vetëm fatin e kryeqytetit, por edhe balancat e ardhshme politike në Kosovë. Një aksident i rënd dëshënuar mbrëmjen e së shtunës në aksin rrugor Maliq-Pojan pranë urës së Drithesit. Një automjet që lëvizte me shpejtësi të lartë ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe duke përfunduar në një zonë bujqësore. Makina është përmbysur dhe në pak çaste është përfshirë nga flakët. Fal ndërhyrjes së menjëhershme të banorëve të zonës, 2 persona që ndodheshin brenda automjetit janë nxjerrë nga makina dhe dërguar në spitalin rajonal të Korçës. Sipas të dhënave, 2 të plagosurit janë në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Elbasani është mbushur me turistë dhe në këto ditë të vjeshte, të huajt vizitojnë kryesisht objektet historike dhe ato të kultit, ndërsa vlerësojnë gjithashtu natyrën dhe kulinarinë. Stina e Vjeshtës ka rikthyer interesin për të vizituar qytetin e Elbasanit, veçanërisht nga të huajt që kërkojnë të njihen me objektet e kultit, arkitekturën dhe historikun e tyre. Në qytet gjen grupe vizitorësh të organizuar nga shtete të ndryshme të Europës dhe botës, të cilët shprehen të mahnitur me kulturën e qytetit. We are from Brazil.
Ne jemi nga Brazili, nga pjesë të ndryshme të Brazilit dhe po udhëtojmë në vendin tuaj të bukur. Shqipëria është shumë e bukur, njerëz të sjellshëm dhe të këndshëm. Në Shqipëri ne kemi 3 ditë. Është shumë ndryshe nga Brazili, sepse ne atje kemi shumë plazhe dhe kodra, ndërsa këtu ka male dhe liqene. Pra, është shumë ndryshe. My first time here in this part of the Europe. Është hera e parë këtu. Nuk kam qenë më parë në Ballkan, në këtë pjesë të Europës. Më pëlqeu ajo çfarë pash. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe kanë ushqim shumë të mirë. Është hera e parë që vi këtu. Më la përshtypje shumë të mirë, kalaja duke që është e vjetër. Rrugës pash shumë monumente edhe gjelbërimi shumë i bukur. Elbasani ofron një sër destinacionesh jo vetëm për turizmin e kulturës, por edhe për atë të natyrës. Turistët vizitojnë kryesisht Kalan, duke u tërhequr nga arkitektura. Edhe Elbasani, ashtu si qytetet e tjera të vendit, ka njohur rritje të turizmit këtë vit, krahasuar me një vit më parë. Turistët janë kryesisht ditor, ndërsa ka edhe nga ata që qëndrojnë më gjatë, duke shijuar bukuritë e zonës. Bravo, Jesse, bravo. Filmi regjisorit Edmond Topi edhe Vdekja le të presë është shfaqur në Pogradec duke marrë duart trokitjet e publikut. Ky prodhim bëri bashkë disa nga emrat më të njohur të kinematografisë shqiptare, si Reshat Arbana, Zyliha Miloti, Tinka Kurti, Emma Andrea e të tjerë. Ky është edhe filmi i fundit i aktores së madhe Margarita Xhepa. Pogradeci u kthye në skenën e një premiere të madhe kinematografike me filmin Dhe Vdekja le të presë. Me regji të Edmond Topit, ky film u shfaq për herë të parë para publikut pogradecar, pikërisht aty ku edhe u xhirua. Salla u mbush me ardashës, qytetar, aktor e personalitete në një pritje masive dhe tepër emocionuese, edhe për faktin se shumë prej banorëve të qytetit ishin pjesë e xhirimeve, duke bërë këtë premierë më personale për publikun. Regjizori Edmond Topi, aktorët e mirënjohura Zyliha Miloti dhe Emma Andrea u shprehën të prekur nga pritja e publikut. Dashamirësia, mikpritja që ka qyteti, atmosfera që ishte krijuar, klima e jashtëzakonshme e punës e tjeturit që ishte këtu, nuk më ka ndikuar vetëm mua, ka ndikuar gjithë grupi. Dashamirësia dhe sidomos, mbase nuk kuptohet edhe mund të duket absurde, sepse është absurde, brezi atyre që kanë bërë kineman shqiptare, që janë të gjithë pjesë e këtij filmi. Është një mrekulli. Një mrekulli që të paktën rinia do ta shohin shumë. Pashta dhe reagimin e spektatorëve. Kishte momente shumë prekse. Unë vërtet jam aktore humorit. Prej 50 e sa viteve, 60. Po, më duke se diçka dhe unë dash. Si një bashkim i disa njerëzve, të disa brezave që dëshironin ta bënin këtë. Ky film do t'i rezistoj dhe do të ngelet në historinë e kinemas shqiptare. Momenti prekës i mbrëmjes ishte edhe mungesa e Margarita Xhepës, e cila ishte pjesë e kastit. Ajo është një nga pengjet që ka filmi. Margarita, personazhi i saj në filmin e parë është larguar nga jeta, dhe unë kam gjetur një zgjidhje dramaturgjike në mënyrë që Margarita ti ishte edhe në filmin e dytë, ajo vjen si një ëndër në film. Unë shpresoj që ajo e sheh suksesin ose pritjen që i bëhet filmit. Dhe Vdekja le të presë bashkon një kast të jashtëzakonshëm aktorësh shqiptar, si Reshat Arbana, Zyliha Miloti, Tinka Kurti, Margarita Xhepa e shumë të tjerë. Vishin qytetin e Pogradecit. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajmë këtu, natën e mirë.